Në të gjithë botën vjet re një rritje e urrëties raciale, fetare ashtu edhe për homoseksualët. Këtë deklaratë bën dy përfaqësueset e sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton në takimin që patën me studentët e Universitetit të Tiranës. Zonja Farah Painting dhe Hana Rosenthal u shprehin se ndihen të impresionuara nga toleranca fetare në vendin tonë dhe kjo është një shembull për të ndjekur nga të gjithë. And what I'm seeing is an increase in hatred. Dhe në të vërtet, ajo që vihet re është një rritje në ndjenjën e urrëtisë. Dhe nuk mund të mendoj për një rajon të botës në cilin nuk është duke ndodhur kjo. Ju keni një histori moderne, Shqipërisë aktuale, kur njerëzit shkojnë mirë me njëri tjetrin, kur njerëzit respektojnë njëri tjetrin. Tani njerëzit e quani ata musliman, ortodoks, katolik ose hebrej. Ato i bën thirrje studentëve që të bëhen pjesë e nismës 2012 orë kundër urrëties, nismë e cila është krijuar për të nxitur paqen dhe harmoni fetare në të gjithë botën. What we're asking people to do Ajo që ne po kërkojmë njerëzve që të bëjnë, është së paku me një klikim të mund të vullnetarizojnë të paktën një orë ose më shumë për dikë që nuk duket si ju, dhe kjo shkon përtej racave, feve, besimeve, seksualiteteve, çfarëdo lloj gjëje. Të rinj shqiptar mund t'i bashkangjiten nismës 2012 orë kundër urrëties nëpërmjet faqes së Facebookut apo rrjeteve të tjera sociale. Pjesë e kësaj nisme mund të bëhen edhe shumë të rinj nga vende të ndryshme të botës dhe kështu të rinjve shqiptar u lindë drejta të shkëmbejnë eksperienca me të rinjt e vendeve të tjera.